Loja është që unë do t'i përshkruaj disa shtete edhe do t'i jap sa më shumë fakte rreth tyre, do të përpiqeni të gjeni se cili shtet është. Ka një mur gjigant që shihet edhe nga hapësira. Kina. Bravo. Ka një qytet të ndërtuar mbi ujë ku lëvizet me gondola. Italia, bravo. Ka më shumë liqene se çdo vend tjetër në botë. Gjermania ndoshta. 9. Jo. Hint tjetër është që aty flitet anglisht dhe frëngjisht, janë gjuha zyrtare. Franca. Është shtëpia e arinjve polar. Next! Është i njohur për fjordet dhe për aurorat që ndriçojnë natën. Aurora Borealis, Norvegjia. Bravo! Ka kangur dhe barriera korale gjigande. Kangur, ku ka kangur? Është një ishull kontinent. Australia. Finally! Si jemi me pikët? Më shumë gjeti zonja, ishte ekspert e gjeografie. Kështu që urdhëroni, keni 30 euro dhe 30 GB nga Supersimi që t'i përdorni të gjitha këto shtete që ju përmendat. Faleminderit. Po ti cilat shtete arrite që dëgjesh, komentoni më poshtë.